Tell me. What surprises me in this world, dhe që them ajo që më habit mu në këtë botë, është se ca njerëz kanë miliona dollar. Michelle, some people have millions of dollars and live the life of a poor person. But some people don't have much money, even can be broke, and live the life of millionaire, like my friend Michelle. Look at Michelle. Michelle always lived in the most expensive places. So this is Tyson's Corner, one of the most expensive places, McLean in America. And look, in the roof we are now, in the roof of her building. Në çatin e pallatit saj jemi tash këtu në McLean, që është lagja më shtrenjtë e gjithë Amerikës, edhe ka ardhur nga Mongolia. I'm telling them you came from Mongolia with nothing in your hands and still ajo menaxhon jetë të bëj jetën e më të pasërve në Amerikë. Kjo më habet mu. Sidoqoftë Michelle tash punon si real estate me Keller Williams. Michelle, what company you work with now? Keller Williams. And I desha që ta marr të punoj për kompaninë time dhe jo për company in the world. Keller Williams, you know. I thought është kompania më e suksesshme në botë të Keller Williams. Po unë duhet të mush menjen kësaj që të vit punoj për kompaninë time. Edhe më tha që jam pishin, thashë po vi atje te pishina jote, edhe po tregoj çik të zonën ku jeton, jemi në Çati, jemi në katin më të lartë që ekziston, dhe prap ka akoma atje pallati tjetër. Por i thash se unë punoj shumë kur mushet menja. Do vi thash tek pishina jote që të mush menjen ty, edhe të bëj shijoj çik pishinën tatë, edhe të bëj çik propagandë që të vish te kompania ime. Por çudia është që ca njerëz nuk kanë asnjë lek në xhep, edhe din ta bëjnë jetën e më të pasërve. Kurse burri vet për shembull që është ndam, ka miliona edhe bën jetën e fugarajit. I'm telling Michelle that your ex-husband could have millions and lives like a poor. And Michelle has nothing and lives like a rich man. Michelle, why you are not joining Proplocate? You know, as long as Proplocate become very luxury. Nuk pranon nuk pranon Michelle punoj në kompaninë time, se thotë nuk e zyra luksoze. Do zyra luksoze, Michelle. Why you want luxury office? You are my luxury person. It's just thinking. You know, it's weird. Sa mi gjoga ju për shnet, se Michelle është crazy. Oh, Michelle, I don't know how to stop it, babe. Yeah, like, don't you think so? Like, Michelle, I don't know how to stop this shit. Every time I try to stop it,